Faleminderit zoti kryetar. Po na propozoni një rezolut për shpalljen e Republikës së Iranit si shtet që mbështet terrorizmin, ndërkohë vendet e Bashkimit Evropian me të drejtë kanë shpallur Gardën Iraniane Revolucionare si organizatë terroriste për hir gjithë atyre të rinjve të reave që kanë protestuar në sheshet e Tehranit dhe janë përballur me represionin e regjimit. Sidoqoftë do ishte në nderin e këtij kuvendi dhe në nderin tuaj që në anën e duhur të ishit jo vetëm kur është në interesin e më të fortëve, por edhe kur bëhet fjalë për të mallkuarit e kësaj bote, siç thoshte Frantz Fanoni. Sepse nuk ka hipokrizi më të madhe se sa të na paraqisni këtë rezolut ndërkohë që kryeministri juaj dhe për turpin tim e gjithë shqiptarëve edhe yni, shkoi dhe u në gjunjë përballë Benjamin Netanyahu, një njeri i cili ka një urdhër arrest nga gjykata penale ndërkombëtare për krime kundër njerëzimit dhe krime lufte, dhe i cili e përdori shtetin e Izraelit për të masakruar 70.000 civil palestinez, ndër të cilët 20.000 fëmijë. Kjo rezolut në fakt duhet përmbante edhe kërkesën për dhënien fund të një konflikti dhe të një lufte, pas një logjik, pas një plan, pa objektiva të qartë, por me pasoja të rënda ekonomike dhe destabilizuese për rajonin dhe botën. Është një luftë jo e nisur nga NATO-ja, që nuk mbështetet nga asnjë prej vendeve të Bashkimit Evropian dhe nuk ka marrë miratimin as të Këshillit të Sigurisë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe as të Kongresit Amerikan. Ne në Lëvizjen Bashkë kemi denoncuar represionin e shtetit iranian ndaj popullsisë vendaseve këtu e 15 vjet shkuara, kështu që vazhdojmë ta denoncojmë, sidoqoftë që të jemi serioz, do duhet që para se të na paraqisnit këtë rezolut, të kishit miratuar para pak muajsh rezolutën që dënon gjenocidin e shtetit serb ndaj Kosovës. Faleminderit.